أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Zotin e madhrishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është Allahu Dhul Xhelal, kurse paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të drejtë dhe fisnike. Mësimi ynë i radhës është mësimet që marrin nga Kurani famlart. Sigurisht, si thot Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Pra, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ky është një libër në cilin nuk ka dyshim të pra, sepse është libër prej Allahut Dhul Xhelal. Pra, këto janë ajetet e para të surës Al-Baqara. Stajfat Allahu në surën Kahf, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Falënderimi takon Allahut i cili ja zbriti robit të vet librin, ja zbriti të saktë pa kundërthënie. Cilat mësime i nxjerrim nga Kurani famlart? Kurani famlart, i cili është i përbërë prej kaptinave, prej sureve, prej ajeteve, citateve, verseteve. Në këtë Kur'an shtrohet lloj-lloj shembulli që ne të marrim mësim. Në Kur'an nuk është vetëm spektri i historiografisë dhe historisë. Në Kur'an kemi edhe ngjarje dhe ndodhi që na fusin të mendojmë dhe të meditojmë. Për shembull, shpesh herë Allahu në Kur'an na drejtohet dhe na thotë: "Efela ta'qilun", a nuk po mendoni? "Efela tubsirun", a nuk po shikoni?